Këtë javë më 11 dhjetor, KLP do të vendosë se kush do të jetë kreu i ri i SPAK, ndërsa mandati i Altin Dumanit si drejtues përfundon më 18 dhjetor. Në garën për kreun e ri të prokurorisë speciale janë 4 prokurorë, ndërsa referuar mandatit të 9 vjeçar që ka ky institucion, ky i fundit do të jetë 3 vjeçar, sa i takon veprimtarisë së SPAK. Në garën për kreun e SPAK janë Klodian Braho, Doloreza Musabelliu, Adnan Xholi dhe Elvin Gokaj, që të gjithë pjesë e strukturës që ka për detyrë të hetojë korrupsionin në nivelet e larta dhe krimin e organizuar. Për vetë specifikën që ka ky institucion, duket se zgjedhja e kreut të ri të SPAK është kthyer nga një proces administrativ dhe profesional në një arenë presionesh, manipulimesh të opinionit publik dhe tentativash për të orientuar drejtimin e institucionit. Kjo ndodhi edhe me garën ku fitues u shpall Altin Dumani 3 vite më parë, ku mes presionit politik dhe atij ndërkombëtar, këta të fundit arritën të zgjidhnin të preferuarin e tyre, e ndërsa në zgjedhjet e këtij mandati të ri që nis pas 18 dhjetorit, nuk kemi ato shfaqje që u vunë re 3 vite më parë, teksa diplomat përvishnin mëngët dhe mbanin shënime. Këtë radhë duket se gjithçka po bëhet më e kamufluar. Ajo që është e sigurt është fakti se politika nuk ka hequr dorë nga tendenca për të orientuar proceset kyçe të drejtësisë, edhe kur mungojnë ndërhyrjet e drejtpërdrejta. Retorika publike dhe komentet politike krijojnë një presion të qartë mbi organet vendimarrëse. Fakti që zgjedhja brenda SPAK komentohet politikisht është një simptom e kapjes. Nga ana tjetër, segmentet e fuqishme ekonomike dhe rrjetet e lidhura me krimin e organizuar, përmes ndërmjetësve politik apo përmes presioneve indirekte, kërkojnë të ndikojnë në garën duke synuar një drejtues që nuk prek interesat e tyre. Po kështu kemi lëvizjet e diplomatëve, të dërguarve të posaçëm ose jo, që hera herës shfaqen në dyert e SPAK. Ndonse qëllimi i tyre është stabiliteti dhe forcimi i drejtësisë, shpesh ndërhyrjet e tyre krijojnë varësi dhe perceptimi se SPAK është më shumë i orientuar nga ambasadat apo diplomatët. Dhe në jo pak raste, një foto e përzgjedhur që më pas shpërndahet me shpejtësi, shitet më i denj se ai është i preferuari i ndërkombëtarëve, duke manipuluar kështu jo thjesht opinionin, por edhe garën. Kjo ka krijuar idenë se çdo drejtues duhet të ketë miratimin e aktorëve të jashtëm, ndërsa politika fshihet pas qëndrimeve të partnerëve, duke shmangur përgjegjësinë. Në këto kushte duket se kjo garë për kreun e fundit të SPAK, bazuar në mandatin që ky institucion ka, nuk do të kalojë pa presion dhe zhurmë, ndoshta më e moderuar se ajo e 3 viteve më parë. Bazuar në rregulloren e KLP-s, kreu i ri i SPAK zgjidhet ai që merr më shumë vota, ndërsa e rëndësishme është që në mbledhje të jetë numri i nevojshëm i anëtarëve, 7 të tillë, që përbëjnë edhe quorumin. Kjo do të thotë se pavarësisht sa vota mund të marrë një prej kandidatëve në garë, mjafton që ai të marrë më shumë se të tjerët dhe do të marrë drejtimin. Dhe mënyra se si do të menaxhohet ky proces, të paktën do të tregojë forcën e institucioneve të reja të drejtësisë, por edhe do të përcaktojë drejtimin në të cilin do të lëviz SPAK në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.